عباد الله ويربط الله إن أساس النجاح في أي عمل في هذه الدنيا ألا هي الإعداد والاستعداد لهذا العمل. ويربط الله baza ma kryesore e suksesit ton është në çdo vepër të dynjos që na e kemi, ajo është përgatitja për atë vepër. Kjo është baza jonë ma kryesore të çështjeve të dynjos ton. Na kur dojmë me arrijë sukses në jetën ton, në çdo vepër, suksesi jonë dihet kur na përgatitemi për atë vepër. Ala tarawna ma'i, a nuk jeni me mendimin tem, ashtu që po tham edhe unë, ndëgjani këto. An al-insan idha arada as-safar tajahhaza wa akhadha al-isti'dad. Më të vërtet, njeriu kur udhton, çka bën ai? I merr përgatitjet e tij, përgatitet për udhtim, e din që ka më udhtu. Nuk është e lehtë udhtimi, duhet përgatitje. Ti duhet me ditë që kemi udhtu, kemi qenë mosafer dhe çka duhet mbas vetit ti e merr ata. إذا أراد الإنسان الزواج أعد له واستعد له. Njeriu kur don mu martu, përgatitet për martesë. Marran shtëpi. Përgatitet për martesë. Nuk është hajvesh të martona. Nëse don mu martu, duhet mu përgatit para martesës. وفي كل الأمور تحتاج إلى الإعداد والاستعداد. Në çdo punë, në çdo çështje të jetës tonë, gjithmonë do të përgatitja. Mirë po ju vëllezër, inna min al-muhzin an najid an-nas ya'khudhuna al-i'dad wal-isti'dad lid-dunya wa la yasta'iduna li Ramadan. Është diçka pikëlluese, o ju vëllezër të mi, o ju rob të Allahut, i shohim njerëzit se qysh ata përgatiten në çështjet e dynjës që na i përmendëm, ndërsa nuk përgatiten për Ramazan. Për të vetën tonë, që shë përgatit me pasuri, që shë përgatit për më martu, që shë përgatit për me studiu, e kështë të mërat. Për çështjet e dynjas janë këta. Aje përgatit që ta shte për Ramazan. Aje gati që ti me prit Ramazanin. A da mu përgatit ti për Ramazan. Walau su'ila al-ba'd an-nasi hal anta musa'idun li Ramadan lam najid jawaban. E sukur na me i pyet disa për njerëzve, a je i përgatitur për Ramazan? Nuk gjemi dhe më thonë përgjigje, e gjemi pikpyetjen, a je i përgatitur? Nuk e dim këto. Nuk e dim se a është i përgatitur ai për Ramazan ajo. S'ka dhe më thonë përgjigje. Wa idha sa'altuhu an kathir min al-umuri ad-dunya satajidu musta'idun li hadha al-umur. E në qoftë na e pyesmi për çështjet e dynjës jetës ti, ai përgatit, ai është edhe pa përgjigje me ta dhënë, ai është i përgatitur në çdo çështje të jetës ti. E çush po dojna me prit Ramazanin i vëllezër? Ta pyesmi veten tonë. A jemi përgatit për Ramazan? Po na vjen, Allah na mëson me prit. Po na vjen Ramazani, mirë po, a jemi përgatit për Ramazan? Ibad Allah, o ju rob të Allahut. ومن أجل صور الاستعداد أن يستعد الإنسان لمواسم طاعات. Prej çështjeve më kryesore, më të mira për përgatitje është që njeriu, insani, përgatitet për sezonën e adhurimeve. Që sezona e verës, unë do të pa tjetër me shku në deti. E po shka po bëna në vllai dashur? Po do të me punu se ka me shku me bë pushimin, mu knaq, për që ata, po lodhin a këto. E përgatitet që tash, për sezonën e adhurimeve. Për i që tashit fillar, thuj shefi tanë, 10 ditë të Ramazanit fundit nuk më i marë, qep, me e pakta. Thuj vetës tanë, në Ramazan, krejt namazët kam i falë, inshallah, edhe taravit kam i falë. Ka mu kanë i përgatitur për sezonën e Ramazanit, sezon e adhurimeve. O ju vëllezër, wa nahnu lam yatabaqa lana ala shahri Ramadan illa usbu'an. Dhe me neve nuk na mbetet vetëm se 2 javë ditë, o ju vëllezër, na në Ramazan. Subhanallah. Ku i kemi zemrat tona? Ku janë përgatitjet tona për këtë muj? Ta pyesmi zemrën,
A jemi përgatit për Ramazan, edhe 2 javë ditë. A jemi përgatit për Ramazan. Allah Azza wa Jall na mundsoft me arrit dhe me qenë përgatitur dhe me hinë në Ramazan, me i kry të gjithë adhurimet që me qenë Zoti unë i knaqër dhe me fitu mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Awwal al-amri mu'inun 'ala al-isti'dad huwa al-ikhlasu lillahi Azza wa Jall. Gjëja e parë, sendi i parë, sebepi i parë që neve në ndihmon mu përgatit për Ramazan është sinqeriteti për Allah Azza wa Jall. Pyete veten tonë, përse don me agjeru? Pyete veten tonë. Fillo për çfarë është përgatitë veten? Përse don me agjeru? Du me agjeru për Allah. Pyete veten tonë që në Ramazan pse kemi fal namazet? Pse kemi fal taravit? Pyete veten tonë, në Ramazan pse kemi lexuar Kur'an? Pse kemi dhënë sadaka? Në Ramazan pse kemi shtu veprat e tua të shumta? Thuaj pse unë e du Zotin tem, e adhuroj vetëm Zotin tem. Përgatitë veten tonë për Ramazan. Përgatitë për Ramazan sendin e parë me çka? Me sinqeritet për Allah Azza wa Jall. Pse ju vëllezër? Kur shejtani biseda e tij me Allah Azza wa Jall i tregoj shejtani ku nuk mundet me mashtru. Tha përveç atyre robrave të të që janë sinqert, me ata s'ka me mujt mi mashtru. Kështu që prej tani përgatit e vetën tonë me sinqeritet. E këtë hinë Ramazan ki mu ka një lirë për shejtanit. S'ka me të mujt shejtani me të mashtru. Nuk ka me të mujt me të deviju, nuk ka me të mujt me të largu prej adhurimeve. Nga se një gjë tillë vetë shejtani për na tregon dhe këtë bisedë Allah na ka tregu në Kur'an. O ju vëllezër, Jabir ibn Abdullah, Jabiri tregon, thot: "Kunna ma'a an-nabiy fi ghazatin, faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa sharikukum fil ajr." Tregon Jabir ibn Abdullah, thot: na ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një betejë për betejave të luftës. Thot dhe pejgamberi po drejtohet për na thot neve, nuk ndodh që ju keni hec, me një hece kalune shumë të gjatë rrugës, dhe nuk ndodh që ju keni kalu kodër pas kodër, lumi pas lumit, vetëm se ka burra për jush që nuk janë me juve, janë me dina atje të nejt, edhe pse ju keni bu mund, keni hec, kodër pas kodër, lum pas lumit, ama ta shpërblimin e kanë sukur ju. Subhanallah, me nejt në shpi, me s'me prezentu bete, me marr pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me marr shpërblimin sukur me qenë me pejgamberin në bete, a din kush e ka bujë vëllezër? Sinqeritetin ndaj Allahut Azza wa Jall. Edhe ti që tash, filla me sinqeritetin ton para Ramazanit. Bëj sinqert, përgatit me sinqeritet me Allahun Azza wa Jall. Kur vjen Ramazani, ki me marr shpërblimin, edhe në qoftë se nuk mundesh mi arrit ato vepra që ti dëshiron mi arrit. Subhanallah. O vëllezër, pyet veten tonë me sinqeritet për niyetin e agjerimit, për niyetin e adhurimeve të shumta, a don me rregullu niyetin, sinqeritetin për Allahun Azza wa Jall, nga se adhurimet shpërblehen sipas niyetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Me të vërtet, adhurimet shpërblehen sipas niyetit. Shiko xhamat, përgatitja e parë, sinqeriteti, apo dan me marrë shpërblimin e çdo namazit, apo dan me marrë shpërblimin e çdo veprës mirë në Ramazan, përgatit e veten tonë me sinqeritet, e këtë sinqeritet hin edhe niyeti. Adhurimet nuk pranohen, nuk shpërblehen vetëm sipas niyetit. Ta përmirësojmë niyetin, ta përmirësojmë sinqeritetin ton, përgatitemi me ta para se me hi, domethënë muaji Ramazanit. Min al-umuri al-muayyana ala al-isti'dad li Ramadan al-azima. Për çështjeve që na ndihmon neve më përgatit për Ramazan është al-azima. Çka do të thonë al-azima? A ki vullnet? Pyetëm në vetën tonë, a ki vullnet?
A i knaqët o Ramazani? Ku është vullneti jot? Shiko në jetën tonë, vullnetet e tona për sende që nuk ja vlen çfarë vullneti kemi. Udhtojnë me një udhtim shumë të lartë për haramet e tyre. Pse vullnet ka? Punon tër jetën e tyre në ato që s'dut me punu. A dini pse? Pse vullnet ka. E po na vjen Ramazani, ku i kemi vullnetin tonë? A kemi vullnet që na ta presim muin e Ramazanit? Ndëgjesh ka thëtë Allah azza wa jall, fa idha azamta fatawakkal ala Allah. E ti kur ki vullnet, po thënë mbështetu në Allahun. Da më thonë, edhe pse ti mbundesh me e pat vullnetin për Ramazan, po si mbështetë Allahut, ka të ki. S'munësh me arrit suksesin pas një sen heq. Nëse dan me pat vullneti jot, sukses, mirësi, vlerë, mbështetu Allahut. Lutë Allahun. Ktheu tek Allah azza wa jall me vullnetin ton. Përgatitu me vullnetin ton duke mbështet Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, suksesi i vullnetit në atë që thanëm është që ti t'ju mbështetesh Allahut azza wa jall. Gjëja e dytë e ardhmja jote e shihet dhe ka sukses kur ti ki vullnet në veprat e tua. Apo e kuptoni ju vëllezër këto që kam të lexuar jo. E ardhmja jote shihet dhe ka sukses kur ti ki vullnet për veprat e tua. Tarmën tonë ti duke pa. Ti mundesh me pa tarmën tonë. Amo kur ki vullnet. Amo ku që ki vullnet neve na dot. Në veprat tona. Ramazani po na vjen. Do të me qenë i vullnet shumë ti. Por veprat që kemi bën në Ramazan, do të me qenë i vullnet shumë ti, pse po vjen Ramazani, nga se Ramazani mbranda në të ka vepra të mira. O ju vëllezër, vullneti yt nuk hec për para, nuk shkam për para, përderisa nuk ki të dëshirë. Ama po përshën, dhe vullneti po lidh ka me dëshirë. Nuk mundet me pat sukses vullneti yt, kur ti nuk ki dëshirë. Mirë po, qka e rinjall edhe vullnetin, edhe dëshiren? Lutja, o ju vëllezër, lutja e rinjall vullnetin tanë, edhe dëshiren tanë. Argumenti më të mirë e kemi sahabët, mos e harrani këto, sahabët, 6 muj dit, 6 muj për para, 6 muj, para se më arë muj e Ramazan, kam bu lutje të thonë, o Zot na mundësa me prit muj në Ramazanit. Zotën, unë jam për vetë peshti vetën këto, pasaj edhe njerëzit tjerë. A kemi lutë në Allah me 6 muj dit me thonë, Allah na mundësa me prit Ramazan. Do shta qitash ve lutë me Allah. Shiko, ata e kanë rinjall vullnetin e tëre, dëshiren e tëre me qka? Me lutje, tek Allah azza jall që me ja mundësu me e prit mujin e Ramazanit. Min el umuri l-muajjene ala l-isti'dad li Ramadan e dua. Për i qështeve që na letan neve me qenë përgatitur në Ramazan është lutja. O Rabbi Allah, asgjë nuk ka garanti për ty nëse nuk bën lutje në çështet e tua. Kur mos u pështet në vetën tanë. Kur mos thunë kam u bë mjek, inxhinier, hoxh, kështot. Kur mos u mbështet vetës tanë. Por deri sa të ban lutje, nuk i garancian për asnjë sen hiç. Ndëgje e pejgamberi Allahut, i zgjedhur nga ana e Allahut, për pejgamberëve më të mirë, që Allah azza wa jall e ka bashkangjit emrin e tij me robën e tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndëgje këtë lutje që shpo thot pejgamberi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, subhanallah. O Zot, unë vetës tem si mbështetna qërë sa qërpiku i syri tem që lëviz. Da më thonë, ash i lidhur që u kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Allah azza wa jall, në lutje që ka lutë Zotin, në doat e tij, da thonë Zot, unë për çdo sens nuk kam siguri vetën tem, qërë sa edhe qërpiku që lëviz për syri tem. Që sa afër ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shka? Për angazhimin e tij, për jetën e tij, për suksesin e tij, për vullnetin e tij, për dëshirat e tij, nuk ka mujt me arrit vetëm se me lutje. Andaj o vëllezër,
Me këta ne e kuptojmë që njeriu të përgatitet për Ramazan me lutje. Lutë Allah azza xal. O Allah ma mundsa me prit muajin e Ramazanit. O Allah ma mundsa që kutin e Ramazan, mi kalu ditët e Ramazanit në adhurim ndaj Teje, në kënaqësinë e Allahut azza xal. O ju vëllezër, el-ibadat maqbulan idha wafaqa ad-du'a. Subhanallah. O ju rob të Allahut, adhurimet janë të pranueshëm në qoftë se pranohet doja. Subhanallah. Adhurimet janë të pranueshëm në qoftë se pranohen doat, lutjet. Ku ne kemi argumentin më të mirë? E kemi babën e pejgamberit. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna. Kujto Muhammed, thuaj atyre, kur Ibrahim me Ismailin i ngriti themelet e Qabës, me ndërtu shtëpinë e Allahut azza wa xal. Çka tha? Rabbana taqabbal minna. Zot prana prej neve. Adhurim ka qenë. Kush e bën sot adhurimin përmes Qabës? Musliman krejt e bojnë. E çka po thot? Rabbana taqabbal minna. Zot prana prej neve. Nuk janë adhurimet tona të pranueshme në qoftë se na nuk e lutmi Allahun azza wa xal. Do thonë edhe adhurimet pranohen në qoftë se domethënë njeriu ju pranohet lutja apo bën lutje. Ta'ammal ila al-hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Medito që tash me mu në hadithin profetik. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, radhima anfu imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Al-qadiyya laysat fi al-idrak. Al-qadiyya lam yuwafiq lid-du'a. Subhanallah. Dëgjon hadithin. Hajde me mu të meditojmë hadith, të lexojmë hadith. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i mirë është ai, i largun është ai për mëshirës të Allahut, ai i cili ka hinë në Ramazan dhe nuk ju kanë falë mëkatet. A din çka në hadith çka po thuhet në koment të hadithit? Nuk është çështja në pritjen e Ramazanit që të minë në Ramazan. Çështja është domethënë që ti s'ki pas sukses në lutjet e tua. Subhanallah. Që tash përgatitë veten me lutje, që tash thuj o Allah, ma mundsa me prit edhe na mundsa ba lutje që mi ti pranu Allah azza xal adhurimet e tua. Nga se çështja nuk është me prit Ramazanin, çështja është ka me pranimin dhe suksesin e lutjes tande. Subhanallah. O ju vëllezër, kana an-nabiyyu yaqul Allahumma inni as'aluka ath-thabat fil amr wal 'azimati fil rushd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që bën të lutje kështu. O Allahim, unë të lutëm vetëm ty, që të përqendrohem dhe të më jep sukses ti në lutjet e mia, në çështjet e mia, dhe të jem i vullnetshëm në rrugën e drejtë. Shiko subhanallah. E gjithë lutja po ja fillon me shka me lutje, që të përqendrohet ai në lutjen e tij, vazhdueshëm të jetë domethënë me lutjen e tij, të përqendrohet ai në dëshirën e tij, në vullnetin e tij. Për çka? Në rrugën e drejtë që më ka mundsuar Zoti mi bë adhurimet në këtë rrugë që e ka marrë. Shiko pejgamberi i Allahut nuk po mbështetet në veten e vet, por adhurimet ndaj Allahut azza xal, vetëm se duke bë lutje tek Allahu azza xal. Min al-umur mu'ayyana 'ala al-isti'dad li Ramadan atadarabu 'ala ta'ati. Për çështjeve që na ndihmon ne më përgatit për Ramazan, me mësu vetin në adhurim. Subhanallah. Përgatitet ka shumë të vëllezër. Përgatitet ka shumë të, çysh më përgatit. Po na I kemi zgjedh sendet më të lehta që janë. Për përgatitjeve që neve na ndihmon, më përgatit për muajin e Ramazan, është që ti me mësu vetin në adhurim. A e ke mësu vetin me agjerim o vëllezër? Se cili për neve në këtë muaj, a kemi agjeru? Çka kemi thonë? Pejgamberi ka agjeru dhe sahabët kanë thonë, na nuk I kemi pa pejgamberin të e prish agjerimin e tij. Kanë menduar që çdo ditë po agjeron. Edhe në realitet ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para muajit Ramazan, në muajit Shaban ka agjeru. A e ki përgatit vetin me agjerim? Pastaj, a e ki mësu vetin me lexim të Koranit? Sahabët këtë muaj e kanë quajtur Shahrul Qura, muaji I leximit, kanë lexuar Kur'an, e kanë mësu veten o vëllezër. Shiko, krita që argumente me sahabët me pejgamberin, me sahabët me pejgamberin, për çka? E kanë mësu vetin
para Ramazanit. E kam mësu veten me adhurim. Që tash fillo të mësoj veten, që tash fillo me agjëru, që tash fillo me lexu Kur'an, mësoj veten. Kur janë në muajin Ramazan kemi pa çështje shumë më lehtë në adhurim. Pastaj ai që mësu vetëm i fal 5 kohë namazit, fillo që tash fali 5 kohë namazit. E mos u bë me agjëru pa namaz. Kjo është mesele se cili prej neve din dhe e pyes me çka mendon ti, por ai cili agjeron se s'fal namaz. Secili për juve e din meselen krejt. Nuk kam nevojë me fol. Ose sezon e adhurime, nuk e nali sezonën e adhurimeve. Mëshira Allahut është e madhe. Amo mësaj veten ç'tash me namaz. Ç'tash nesa filla 5 kohë namaz me fal. Kur ten muaj Ramazan, je i qëndrueshëm, je më i lehtë, je më i shlir me fal kohët e namazit. Ai që pyet veten apo ai i përgatitur, ai që mësu veten me namaz natë. Për i qitashit filla, para se më ra me flet, fali ka 2 recate. A dini pse vëllezër për e ceki këta? Pse mu mësu për namaz taravive. Mu mësu për namaz taravive. Ma obligim na e kemi i fal 5 kohë namaz. Se njerëzit mendojnë kështot. Shkojnë i falin taravit, a namazin obligim nuk e falin. Jo, kjo gabim, kjo s'ban heq. Do të mi fal 5 kohë namazit, për çfarë Zoti ka me të pyet. E në qoftë se ki fal 5 kohë namazit, shumë ajete dhe hadithe ka që njerëzit kanë minë zjarr xhenemit për shkaku që si kanë fal 5 kohë namazit. Apo namaz taravive i fal merr sevape. Si fal nuk dënohesh. Nuk dënohesh. Origjina e parë e taravive, a dini ku ka qenë? Në shtëpi, pejgamberi në shtëpi ka fal. Pastaj sahabët e kanë bërë obligueshme dhe sunet me i fal në xhami. Ama obligim jo. Obligimi kemi 5 kohë namazit. Mirë po në Ramazan e fal edhe farzin, e shtan edhe të mirën, e shtan edhe shpërblimin, i fal edhe taravit, pse pejgamberi ka fal, tu e dhoni fali, me marr shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. O ju vëllezër, gjitha këta që i thash, me mësu vetin e adhurim, ndëgjoj këtë ajet koranor. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët angazhohen për ne. Ti që angazhosh për Allah, ti që e mësan vetin që tash me fal namazin, ti që e mësan vetin me lexu Kur'an, me agjëru, angazhon vetin. Allah po thot, ne do i udhëzojmë ata në rrugën e drejtë. Shka ka e mira ka me gjetë e mira. Po se mësove vetin mirë, e lën të mirën shan ka e keqja. E Allah po t'jam garanci, kur ti e mësan vetin me adhurimin ndaj Zotit, Allahu ka me të udhëzu në rrugën e drejtë që ti gjithmonë mi bukta adhurime. Që tani filla me mësu vetin, me agjerim, me namaz natën, me 5 kohë namazin, me leximin e Koranit, kur ti në Ramazani, këta veprat kimi pa të drejta, dhe thonë ti kimi koni udhëzun, edhe inshallah mbas Ramazanit ndoshta nuk e lën namazin. O ju vëllezër, min al-umur al-muayyana ala al-isti'dad li Ramadan, wudi'a al-khuttat. Për çështjeve që neve na ndihmon me u përgatitur për Ramazan është me vendos al-khutta. A ki vendos program? El-barnamij yawmiyya. A ki vendos program, o ju vëllezër? Betojmë në Allah. Çto në vendin e ju çto që jetojmë, na zbashku. Në dyqanet ju muslimane. Në dyqanet ju muslimane. Kum gjetë libër flitore qysh ti me kalu programin tonë ditor në Ramazan. Kush me ban këta? Qafiri. Po të mësan ty qafiri qysh duhet me kalu mujnë Ramazanit. Sa ki lexu Kur'an aty shkrujke, çka kuptime ka ky ajet, çka ki bu gjatë ditës, para mendoj o vëllezër. Ata po na mësojnë neve, a na musliman jemi. Ku e kemi programin përgatitje, me buni program. Hoxhon ka me bu programin. Që të Ramazani gatë shumë jam, e kam programin tem ditor. Pastaj shikoje programin, merre këtë program dhe prap. Bëje programin kështu për çdo namaz që e kryen namazet 5 kohë ditor. Për çdo namaz, farz. Mini realizoj ka 20 faqe. Që të bëhet 30 ditë ti e ke kry Kur'anin, ke bëu khat me Kur'anin. Çdo ditë me dhon sadaka, Ali radiallahu anhu. Çdo ditë në Ramazan ka dhon sadaka. Pse nuk është sadakaja e njëjtë ditë pas ditës të Ramazanit. Në qoftë se shembull jemi në Ramazan, çfarë është dita, shembull, dita e parë Ramazan. Te ki dhon.
kish problem. A më nesër ki edhe mash problem. A më nesër ki edhe mash problem. Mas nesër edhe mash problem, mash problem. Ditët e Ramazanit secila më e mirë se sa tjetra është. Po këto Aliu ka dhënë sadaka çdo ditë. Subhanallah. Baj këtë program kështu, me i fal 5 kohët namazit. Baj program në xhami kam shku me i fal 5 kohët namazit. Bashkë me taravih. Nuk i la as 5 kohët namazit e as taravih. Baj programin pastaj u lëzër me shtru iftar. Apo me iftu njerëzit në sofrën tane që me angër iftarin. A di që më thonë kja? Mu kanë i meqëm. Mu kanë i meqëm me i fitu shpërblimet e Zotit. Para me ndaje shambull për nëzajmi. Për nëzajmi hoxën, a banë Allah që për thamë kështot. Hoxha tër dite me dituri është. Tër dite me Koran, tër dite me përgatitje. A i lodhe truni i ti. E di njerëzit që studion, se shkëta më thonë leximi. I tepër. Subhanallah. Ka për studentave që one kum përjetu në Medinën e Bekune i ka hup logjika, 13 ditë se ka ditë vetin. A shumë që ka mësu, a shumë që ka lexu. Para mendoj me ti për shembull më thon, hajde hosh në iftarje. Ai ka lexu Kur'an, ai ka mësu, ai ka bu, keq problemet e agjerimit te ki marr. Bëu i mëshum. Çurini çurin musliman të mi, cillosh më i devotshëm. Thuj te jetu një iftar në sofrën tëme. Besoj që ju kanë kallëzuar edhe xhallar të tjerë. Në Medina, dhe shka ndodhë Medine? Në xhaminë e profetit. Ka burra që ti jep ka 100 euro. Tha, qeni 100 vish hajde ullin në sofrë teme. Aj tjetër i shtyt, aj tjetër i shtyt. A dhe shka të qëtë në angër? Hurme. Që po i meqëm. Ti tër ditën e ke adhuru Allah në Azza me një hurme për ti merë këtë shpërblimet. Pa e paksu. Edhe të edhe kini shpërblimet, njëtë në gjahë. Më boj meqëm ditor. Program ditor, mundon çdo ditë me ti ka një. Po me është valla që shtrejt senet e qysh, që unë të kalzaj metodën. Janë këto gjemati i regull, jam të i pa gjematin e regull. Allah ja shtof jetën Abdul Muidit. Për para deres e rike, edhe jap ke uj njerëzë. Uj që uj, që da më thonë, temër, hurme. E ngrati nuk e dishin gjemati. Ndoshta ka mundësi me ditë prej tëve. A unë e di shakret. Ky njeri është mashallah te barakallah. Ky njeri më të jamon njerëz, u shtysha me ta u shtysha. Unë jam mashahur me ta ujin vetëm jamon njerëz shpërblimin. Edhe ti, po dam jamon shpërblimin. Hajde në xhami. Me një ujë, me një ujë. I blen ujë dhe ja lën çatë. Kushdo kush që është agjerueshëm, e pen atuj shpërblimin pa ja paksu që ka thon pejgamberi ja merr. Kto jam të ecekoj vëllëzër. Program ditor në Ramazan qysh me kalu dhe me fitu knasin Allahut, me fitu xhenetet e Zotit. O ju lëzër, në Ramazan largao baje ditor, dhe në thonë program mu ju largu harameve. Mës shika haram, mës ndëgja haram. Baje një program ditor, mu ju largu harameve. Pasaj, o ju lëzër, me bo dhikr, nga se dhikri ulemat thojnë prej adhurimeve më të mira, prej adhurimeve më të mira që i ban dobi gjuhës, zemrës dhe adhurimeve është dhikri. Shikon namaz, kujtimi namaz, çka thojmë na? E krit namaz është dhikr. Shkon qabe, baje tavafin, dhikr. Në çdo aspekt të adhurimeve, Allahu ka lënë dhikr me përmend. Amo në Ramazan në qofë se ti ban plan me e përmend Zotin tanë, me bo dhikr, dijemi që dhikri në Ramazan ka vlerë të madhe. Ka shpërblim tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj lëzër e fundit program ditor me bo dhëqen e fundit itikaf. Çka i bën ka itikaf? Itikaf Allah ka përmend në Kur'an, wa antum ma'akifuna fil masajid. Dhe ju bani itikaf në për xhamia. Itikaf është izolimi jot në xhami. Pse mu izolu? Program. Pse mu izolu? Me adhuru Allah. Pse me adhuru Allah? Me e prit natën e kadrit dhe duke qenë të në xhami. Po mund të thonë është nuk muj. A mundesh me prezantu natën? Namazin e natës. Kjo për ty është itikaf. E din që thoni Ibn Taymija rahimullah, në atë vend kur nuk ka itikaf, krejt janë gjunaqar, krejt tek Allah është kun gjunaqar. Subhanallah. Mundani me rinjall këtë vepër që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë. Dhe kjo është program, domethënë ditor apo program i muajit të Ramazanit.
عباد الله